Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Përmbytjet sipas Instat përgjysmuan eksportet e zarzavateve në janar, pasi prekën zonat kryesore bujqësore dhe serat e specializuar për tregjet e jashtme. Eksportet shqiptare të zarzavateve ka nisur vitin 2026 me një rënje të fortë, duke reflektuar ndikimin e përmbytjeve që prekën zonat kryesore bujqësore dhe serat e specializuara për tregjet e jashtme në fillim të vitit. Sipas të dhënave zyrtare të Instat për muajin janar, vendi eksportoi 5.367 tonë zarzavate nga 9.936 tonë në janar 2025, me një tkurrje prej rreth 46% në baza vjetore. Rënja është edhe më domethënëse nëse merret parasysh se janari i vitit të kaluar shënoi kulmin e dekadës për këtë muaj. Viti 2025 u karakterizua nga zgjerimi i prodhimit në sera dhe kërkesa e lartë nga tregjet evropiane, duke e çuar eksportin në nivele rekord. Vjet pati një interes të lartë nga Evropa për prodhime të stinës si lakra dhe karota, çka nxiti mbjellje të reja në fushë. Teksa ky trend vijoi edhe këtë sezon, përmbytjet e janarit dëmtuan qindra hektar të mbjella në fushë, por përveç prodhimit u dëmtua edhe logjistika e eksportit, pasi vështirësitë në transport dhe furnizim kanë kufizuar dërgesat drejt tregjeve evropiane. Megjithatë, edhe pas kësaj goditje, niveli i eksporteve mbetet më i lartë krahasuar me shumicën e viteve para pandemisë, kur eksportet e janarit luhateshin zakonisht midis 1.8 dhe 3.8 mijë tonëve. Rritja e viteve të fundit kishte krijuar një bazë më të fortë prodhimi, por fillimi i vitit 2026 tregon se sektori mbetet shumë i ekspozuar ndaj rreziqeve klimatike. Pas disa vitesh rritjeje të qëndrueshme dhe investimesh në sera, përmbytjet treguan se infrastruktura mbrojtëse dhe menaxhimi i riskut klimatik po bëhen faktor kritik për stabilitetin e eksporteve. Operatorët presin rikuperim gradual të eksporteve në vijim, por fillimi i vitit ka rritur pasiguritë për eksportuesit e zarzavateve. Rritja e eksporteve bujqësore si në sasi dhe në vlerë dhe në anën tjetër rënja e prodhimit po tregon se sektori po shkon drejt konsolidimit. Bujqësia shqiptare ka hyrë në një fazë konsolidimi me rënje në total, por me një orientim të fortë nga eksporti. Fermat e vogla dhe të mesme në zonat rurale të vendit po falimentojnë nga tkurrja dhe plakja e popullsisë, teksa po rriten dhe po zgjerohen fermat e mëdha blegtorale dhe ato në sera në zonat me bujqësi intensive si Fieri, Lushnja e tjerë me destinacion eksportin. Protesta e opozitës dje u zhvillua me incidente të shumta, nga thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Balluku, përplasjet mes protestuesve dhe policisë dhe gazit lotësiellës tek xhamia e Namazgjas. Protesta dje e opozitës ku kërkoi dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku zgjati rreth 3 orë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe para Kuvendit të Shqipërisë. Qytetarët ndan mesazhet e tyre kundër qeverisë Rama edhe përmes pankartave dhe banderolave, ku i akuzonin për korrupsion dhe keq menaxhim në tunelin e Llogaras dhe Unazën e Madhe. Ndërkohë politika kërkoi dorëheqjen e kabinetit Rama dhe krijimin e qeverisë teknike. Kryetari i Partisë Demokratike në fjalën e tij para protestuesve e krahasoi këtë qeveri me ato të regjimit komunist. Pas mbylljes së fjalës së tij, protestuesit nisën të sulmonin me molotov dhe fishek zjarr kryeministrin, ndërsa policia u përgjigj me gaz lotësiellës dhe topa uji. Përplasjet me policin vijuan edhe pranë Kuvendit, ku disa mjete policie u përfshin nga flakët. Tensione pati edhe në zonën e rrugës Elbasanit, pranë xhamisë së Namazgjas, ku u përdor gaz lotësiellës në momentin kur besimtarët po falnin namazin. Si pasojë e incidenteve, disa persona mbetën të lënduar, ndërsa një i ri pësoi goditje pas koke nga një bombë gazi dhe u dërgua në spitalin e traumës. Edhe nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi mori mjekim në QSUT për djegje në dorë. Pas ngjarjeve, Berisha deklaroi nga selia e Partisë Demokratike se policia do të mbajë përgjegjësi për veprimet e saj dhe paralajmëroi një tjetër protestë. Ndërkohë, deputeti Gazmend Bardhi bëri të ditur se mbi 40 persona janë shoqëruar nga policia pas incidenteve, ndërsa pati edhe përplasje verbale mes tij dhe efektivëve në terren. Në përfundim të protestës së opozitës, mbrëmjen e 20 shkurtit janë shoqëruar gjithsej 52 persona në ambientet e policisë së Tiranës. Janë arrestuar 18 prej tyre, proceduar penalisht 28 të tjerë, mes tyre edhe deputeti Balliu. Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestës së opozitës me një foto nga xhamia e mbuluar nga gazi lotësiellës. Ministrja e Brendshme Albana Koçiu njoftoi rritjen e pagave për rreth 720 punonjës në Policinë e Shtetit.
Ministria e Brendshme Albana Koçiu në një konferencë për mediat njoftoi rritjen e pagave për punonjësit e policisë së shtetit. Nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 720 punonjës. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Ministrave kemi propozuar një rritje të re pagash sa i përket punonjësve të policisë së shtetit, tha ajo. Bëhet fjalë për 3 struktura të policisë së shtetit: forcat e Renea, forcat e sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale. Në mbledhjen e radhës të Këshillit Ministrave kemi propozuar një rritje të re pagash sa i përket punonjësve apo efektivëve të policisë së shtetit. Janë rreth 720 punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të përfitojnë një rritje të mëtejshme page dhe është një rritje e cila në fakt shpërblen direkt të gjithë ata efektiv punonjës të policisë së shtetit që përballen dhe që janë në vijën e parë të rrezikshmërisë me të gjithë ata që kryejnë vepra të rrezikshmërisë së lartë shoqërore. Bëhet fjalë pikërisht për 3 struktura të rëndësishme, siç janë forcat Renea, siç janë forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale. Është një fond pagash i cili në fakt është parashikuar në buxhetin e vitit 2026, shkon në linjë me rritjen e pagave që efektivët e policisë së shtetit, të Gardës së Republikës, por dhe të gjithë Ministrisë së Punëve të Brendshme morën në fillim të vitit, ndërkohë që me rritjen që këto kategori marrin tani, mjafton të them që një inspektor i thjesht në Renea kalon në pothuajse në një pagë 1.600 euro, ndërsa për një drejtues në Renea në një vlerë 2.300 euro. Gjithashtu dhe për forcat operacionale, grada inspektor paguhet rreth 1.200 euro, ndërsa grada krye komisar midis 1.600 dhe 1.700 euro. Kryeministri Edi Rama, sot në ditën ndërkombëtare të gjuhës shqiptare, njoftoi nisjen e fazës gjysmëfinale për konkursin kombëtar të gjuhës shqipe. Shkolla Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa fitoi fazën e dytë mes shkollave 9-vjeçare të Bashkisë Lushnjë. Kryeministri Edi Rama në rrjetet e tij sociale në ditën ndërkombëtare të gjuhës shqiptare ka postuar një video ku njofton nisjen e fazës gjysmëfinale në shkollat të konkursit të gjuhës shqipe, një fije artë që lidh fillesat e kombiton me të ardhmen e tij. Kujtojmë që konkursi gjuhës shqipe mes shkollave 9-vjeçare filloi në janar. Shkolla Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa fitoi fazën e dytë të këtij konkursi mes shkollave të Bashkisë Lushnjë. Dita ndërkombëtare e gjuhës shqiptare e shpallur nga UNESCO festohet më 21 shkurt të çdo viti. Qëllimi i kësaj dite është promovimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin gjuhësor kulturor dhe ruajtja e gjuhës shqiptare në mbar botën. Gjuha është pjesë e pandashme e identitetit të një populli me anë të së cilës shprehet shpirti dhe kultura e tij. Gjuha e një populli, zhvillimi i saj, e folura e tij, dashuria ndaj saj dhe promovimi i saj tregon në fakt kulturën që mbretëron brenda pjesëtarëve të atij populli, asaj shoqërie. Presidenti Trump shpall tarifë të re doganore globale 10% pas vendimit të Gjykatës Supreme që shpalli të paligjshme shumë nga tarifat që ai kishte vendosur më herët ndaj partnerëve tregtar të Washingtonit. Gjykata Supreme rrëzoi tarifat e vendosura nga presidenti amerikan me arsyetimin se Trump shkeli ligjin federal. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi një tarifë të re globale prej 10%. Vendimi i ri bazohet në seksionin 122 që i jep atij fuqinë për të vendosur tarifa deri në 15% për 150 ditë, pa pasur nevojë që të marrë miratimin e Kongresit. Tarifat e vendosura më herët ishin bazuar në një ligj të vitit 1977 të quajtur Akti Ndërkombëtar i Fuqive Ekonomike të Emergjencës, i cili jep presidentit fuqinë për të rregulluar tregtinë në përgjigje të një emergjence. Ndarja 6 vota kundër tarifave të Trump dhe vetëm 3 pro në Gjykatën Supreme rrëzoi tarifat e Trump dhe hapi rrugën për miliarda dollar rimbursime tarifore. Por duke folur nga shtëpia e bardhë, Trump la të kuptohej se rimbursimet nuk do të vinin pa një betejë ligjore, duke shtuar se çështja në gjykat mund të zvarritet për vite me radhë. Ai tha gjithashtu se planet e tij për tarifa do të finalizohen pasi inkurajojnë investimet dhe prodhimin në Amerikë. Tarifat fillimisht synonin Meksikën, Kanadan dhe Kinën përpara se të zgjeroheshin në mënyrë dramatike në 10 partnerë tregtar në atë që presidenti e quajti dita e çlirimit prillin e kaluar.
Gjatë kësaj periudhe janë mbledhur më shumë se 130 miliard dollar tarifa nga shtetet e tjera që bëjnë tregti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plus e media.tv. Fundjavë të këndshme.